Investimet e huaja shpesh përmenden si çelësi i zhvillimit ekonomik në Kosovë, por sa po përkthehen ato në realitet. Një ekonomi që mbështetet ende në remitencat, sfidë mbetet tërheqja e investimeve të huaja, që do të krijonin vlerë dhe vende të reja të punës. Në episodin e sotëm të podcastit 5 pyetje me Emrush Ujkanin, drejtor në Këshillin e Investitorëve Evropian, diskutojmë se pse Kosova ende ngec në këtë drejtim dhe se çfarë duhet të ndryshojë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin tonë, zotri Ujkani. Përshëndetje edhe juve dhe mirë se ju gjeta. Atëherë, siç e thash në fillim, Kosova vazhdon dhe ekonomia e saj mbështetet shumë në remitencat nga diaspora, por sa vlerësoni se të njëjtat përkthehen në vende reale pune, apo s'ndodh kjo? Shqoni, remitencat në vendin ton janë bukur mirë të, si më thonë, në numër dhe ato pashmangshëm se i ndihmojnë ekonomisë së vendit ton, qëndrueshmërisë në farforme të ekonomisë së vendit ton, pavarësisht mënyrës se si ato janë të orientume, përderisa ato janë të si më thonë, vijnë në vendin tonë e kanë dhe luajnë rolin e vet pashmangshëm. Megjithato, ajo që ju është një si pyetje dhe që është vërtet një diçka që duhet na shqetësoj është mënyra se sa po arrijmë neve që ato remitenca të pasaj të materializojmë në një, si më thonë, një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Ajo që nuk është lehtë kjo të si më thonë, as të matit dhe as të, si më thonë, të vendoset në një standard të mirëfill, për arsye se transfertat në rand parë të këtyre remitencave zakonisht vijnë në forma të transferta private, për mos me thonë shumica e tyre, dhe ato paraprakisht kanë një destinim që ta i bajnë vetë asaj, qoftë në blerjen kryesisht të palojitshmërive dhe kështu me radhë, jo prona private dhe që natyrisht nga kjo perspektivë, për të thënë manierë, nuk është e lehtë të japësh, si më thonë, një orientim që ndoshta do të ishte në vijë me ato që janë edhe interesa, por edhe si më thënë, potenciale të zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Dhe kjo është arsye se ndoshta nganjëherë bin në hije dhe shpeshherë nuk e vrejmë ndoshta impaktin e tyre në praktik. Por ai impakt është bukur i madh. Nëse flasim për vitin e fundit që është 1.4 miliardë remitencat që mbrin pa përfshi dhjetorin vitit që shkoi, domethënë deri në nëntor, është një vlerë bukur e madhe. Dhe ato mjete këtu kanë ardhur. Nëse janë investuar në palojitshmëri, ato palojitshmëri dikush i ka ndërtu. Dhe ato që i kanë ndërtu janë kompanitë që operojnë në tregun tonë, prandaj është çështje e zinxhirit dhe nganjëherë ndoshta prandaj po them është jo e lehtë për ta pa impaktin drejt për drejt. Është indirekt ndikimi në ekonominë e Kosovës. Absolutisht, po, sepse themi ne, nëse është po flasim për palojitshmëri, sepse ato është fokusi kryesor. Kryesisht është numri më i madh. Ne shohim gjithë secili edhe ju themi po ndërtohet Prishtina, po ndërtohet Kosova. Kush po i blen, kush po i banon këtë banesë. Po janë ata që po dinë zbrasën kuptimin e banimit, sido që tjetë, ata atje që punëkryesit që kryjnë punë, ata që janë kontraktuese kështu me radhë, natyrisht që kanë interesin e vet dhe ato mbijetojnë me ato vlera. Nëse nuk do të ishte kjo, atëherë ne do ta vrejmë impaktin menjëhershëm në ekonominë e tregut tonë ose të vetë këto kompani ku do të mbeten pa punë. Tash zoti mos mbeten, por ato në ditë natyrisht nuk mundin ato në ditën do të kohën me ndërtu veç me pas ndërtime të tilla çfarë po ndodhen në vendin tonë. Dhe vetëm atëherë mund ta vresh impaktin që ndoshta do të kish ose që ka qenë ndër vite. Natyrisht pasaj ato që janë edhe për konsume të ndryshme ose që marrin, ato kanë edhe ato impaktin e vet, por që nganjëherë pajtona nuk është që ndoshta kanë atë, si më thonë, destinimin e fundit për të kriju vende të reja të punës e kështu me radhë, që ndoshta secili prej neve kishim pas dëshirë ta kemi. Në këtë drejtim, unë mendoj që ndoshta duhet punohet më tepër, edhe veçanërisht me vendet ku kemi një numër më të madh të diasporës sonë, që duke komuniku me ta, duke ju ofru edhe si me thonë, me pa potencialet e mundshme që në vendin tonë. Fatmirësisht po flasim për një gjenerat bukur të mirë të përfshirë në këto vende, nëse Kosova e viteve 90 po supozojmë, ishte në atë kohën kur mbahej nga kjo pjesë, nga kjo strukturë, nga këta njerëz tonë, nga këta bashkëdhetarë tonë, dhe që ishin veprime për te asaj që mund konsiderohet vetëm ndihmë
përmbajtjen e një familje. Ishte një farforme ajo që e trasoi rrugën për krijimin e asaj çka edhe sot do kemi dhe ekzempisht shtetonin, në shumë aspekte. Por në sot flasim për gjenerata të reja, të cilat janë mirë të përfshijnë qoftë në tregun e këtyre vendeve, por në të njëjtën kohë do vinë me ide shumë kreative dhe dinë do të bëjnë diferencën edhe në tregun e Kosovës. Prandaj shohim që dhe kjo ndodh shpeshherë, e them kur arrim edhe t'ju tregojmë ato se çka është, cilat janë potencialet tona. E në këtë drejtim, unë mendoj që janë edhe roli i institucioneve, që janë qoftë Ministria e Punëve të Jashtme, qoftë Ministri që në farformë, në mënyrë apo tjetër ndërlidhen janë të ndërlidhura me si dikastere të ekonomisë, zhvillimin ekonomik të vendit, dhe po edhe shoqatat, sikur se kjo joni, apo oda të tjera ekonomike që do të luajnë rolin e vet, atë sa mundën që të orientojmë në rrugën e duhur. Përveç këtyre që përmendet ju, por çfarë hapa konkret ndoshta duhet bëhen që me kalimin e kohës ndroi fokusi se ku shkojnë remitencat e diasporës. Pra, përveç që të shkojnë në blerje të paluajtshmërisë, të pronave, të banesave, të tokave të tjera, të shkojnë në investime të tilla produktive. Nga kjo gjeneratë e re që ju po thoni që Unë po du me besu që përfundimisht jemi në një pikë ku gjithë së bashku, në rand parë kuptohet institucionet tona publike, sepse ato kanë mandat edhe nga publiku, por edhe shoqatat sikur kjo jonja, duhet punohet ma tepër me diasporën tonë, veçanërisht po them në ato vende ku kemi numër më të madh, pa dashme në vlerësu atje ku ka shifra më të vogël prezencës së popullatës tonë, së bashkëdhetarëve tonë, po veçanërisht vende si Gjermania, Zvicra, Austria, mos time numëron janë nga një, duhet punohet më tepër. Duhet t'i ofrohen ato që janë potencialet që ofron tregu. Nëse po supozojmë për një investitor potencial të huj, i cili vjen këtu tek ne, dhe neve kur takohem me ta, natyrisht që për sot mendojmë që është e para është sektori ICT, digitalizimi i shërbimeve, pastaj energjia, bujqësia ose agroturizmi, këto janë ato ku kemi ne, si më thonë, mund të kemi një avantazh në raport me vendet e tjera, që të kemi investitorë të huj, në të njëjtën kohë këtu do të jenë edhe fushat që do t'i komunikojmë edhe me diasporën tonë. Sepse mendoj që kemi edhe mandat, ka edhe për ata kemi edhe institucione, dhe duhet ja bëjmë të kjo, do të thotë që ky është potenciali, ky është avantazhi që mund ta gjejë në tregun e Kosovës. Tani pastaj ato si më thon lehtësirat që mund t'i ofrojmë, ose që duhet t'i ofrojmë si shtet, si institucione publike po dhe si shoqërinë të anësi, janë çështjet e tjera që duhet kujdesemi dhe t'ja bëjmë të qartë që edhe ata ta kenë parasysh, do njëm shumë i bindën që duke marrë parasysh gjitha ato, do të jetë shumë e lehtë për t'i tërhequr ose thonë ndryshe për t'i orientu edhe këto remitenca në vime ato që kanë edhe interesa dhe potencial i Kosovës për të ecë përpara në fusha më specifike. Qoftë në ato që thash në sektorin ICT, apo agroturizëm, bujqësia, ose në sektorin e energjisë e kështu me radhë, kjo do të ishte. Po unë du me besu që edhe përfaqësitë tona diplomatike në përgjithësi në këto vende, edhe institucionet tona këtu thash më herët duhet punojnë më tepër që ti nxisin dhe ti tërheqin për po vi nga një vizitë e cila ishte në Greqi dhe atje në takimet që kishëm, ishte një ide shumë interesante. Unë dini që edhe Greqia ka pas s'pakun periudhat më hershme diasporë, veçanërisht të fuqishme qoftë në Amerikë dhe në Kanada, flas dy vendet e pjesën e Amerikës Veriore, dhe mekanizmat që ata thonë ose na rekomandojnë është ju duhet në secilin vend evropian duhet të krijoni mekanizmat që i bënin njerëzit ose ato vende ta njohin Kosovën më mirë. Krijoni të ofroni informacione konkrete se çka është vërtet tek ne. Shpeshherë neve ende ka paragjykime me të cilat ballafaqohemi. Me vetë faktin që disa tash nëse referohemi e gjeografisë europiane, një 5 shtete vetë nga BE-ja nuk kanë njohur, ka edhe tjera, kjo me automatizëm krijon një diçka që është, hajde po themi, krijon një paragjykim, por te kësajna është diçka që konteston ato që është realitet politik në vendin tonë. Dhe marr parasysh të gjitha këto, neve kemi nevojë që të kemi informata adekuate, të informojmë jo vetëm diasporën tonë, po edhe të tjerët që në ato që mund të jetë potencial dhe avantazhi i Kosovës. Po, për te investimeve që mund vinë nga diaspora, nëse flasim për investimet huaja të atyre që nuk i lidh asgjë me Kosovën dhe se kanë origjinë
Kosovën. A mund na thoni zotëri Ykani se çka i dekurajon? Ta zëm nëse flasim për investitorët nga vendet evropiane, çfarë i dekurajon ata të vinë dhe të investojnë në Kosovë? A janë problemet me ligjin, a ka burokraci juridike, apo ka të bëjë edhe diçka sa i përket imazhit politik të paraqitur sikurse Kosova është një vend me potencial të rrezikut? Unë do të nalët e kjo fundit, imazhi politik i Kosovës, ose qëndrueshmëria e institucioneve, stabiliteti e institucioneve politike në vendin tonë është një ndër ato kryesore që duhet ta kemi parasysh çfarë do rrethane dhe kudo që jemi. Natyrisht, neve tash jemi kaluar vitin 2025, jemi në gjysmën gati të 2026, kur jemi ballafaquar me hajde që nga fundi 2024-s, me cikël të zgjedhjeve gjitha. Kjo mënyra ky vazhdim i tillë, ky qasje e tillë, natyrisht nuk është inkurajuese. Lere investitor të huaj, lere ata me janë. Vetëm përfitimet nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Mbetëm pezull për zgjidhje. Vetëm pikërisht. Dhe do të mbesin pezull, do aspekte tjera nëse neve do shkojmë prapë në zgjedhje. Edhe është zoti mos ndodh kjo. Emi të qartë, por e shohim që është mundësi kogja reale. Ai e shikoni vetëm këtë aspekt. Prandaj stabiliteti ose qëndrueshmëria në politike është një diçka që duhet ta kemi parasysh. Periudha nga ajo që kishim 2021 deri në 2025. Është kjo e para që ju intereson investitorëve kur pyesin për Kosovën? Absolut, po, sepse njerëzit para se ta dinë se cili është ligji, para se të dinë se çfarë Birokracia gjithkohë ekziston. Ata duan të dinë ku është kjo hartë, çka ka dhe çka nuk ka ato, se si funksionon si shoqëri, si shtet, për ata që na konsiderojnë si shtet, në trajtojnë si tillë. Ndaj është natyrisht shumë është e rëndësishme. Imazhi është shumë i rëndësishëm. Mund të keni ligjet më të mira, po ato mund mos zbatohen. Prandaj kjo e fundit është shumë e rëndësishme të fokusohemi në zbatimin e tyre. Dhe kjo me për mirë ose për keq mund ndikon në imazhin e vendit tonë. Natyrisht zbatimi i politikave në mënyrë adekuate, qoftë i ligjeve, po qoftë strategjive të ndryshme, ose qoftë afërsia me investitorë të huaj, trajtimin e tyre në mënyrë shumë, si më thon, miqësore, gjitha me radhë, krijojnë një imazh tjetër për vendin tonë, sigurisht që krijon ndryshe në diçka që nëse do të ishte sjellja së qasja e Nëse i marrim për shembull ta zëm vendet e rajonit me cilat kufizohet Kosova, Maqedoninë ose Shqipërinë, pse një investitor i huaj do zgjedhte më përpara të ndërtojë dhe të hapë një fabrikë atje dhe jo në Kosovë? A mund na thoni se çka bën më mirë Shqipëria dhe Maqedonia për t'ia mundsuar një investitorit huaj të realizojë atë investim dhe ta finalizojë atë projekt që s'arrin ta bëjë Kosova? Ju duhet ta keni parasysh që vendi jonë, Republika e Kosovës, është një vend që ka del ose ka dalë nga një konflikt jo i lehtë, dhe jo vetëm ajo që ishte luftë, për shembull 98, 99, por gjithë periudha që ishte suprimuar dhe ishte shkatruar çdo gjë në aspektin e asaj që ishte infrastrukturë ligjore, administrative shumë e radhë, kanë lënë impaktet e veta. Por kjo është ndoshta arsye zotëri Ujkani që e dëgjojmë tash 26 vjet. Mirë, tash A s'bëhet dikur mjaft? Po nuk them për ju, por është edhe institucionalisht. Dëgjom, unë natyrisht institucionet kanë për detyrë që këtë çështje të zgjedhin bukur shpejt, dhe sa më shpejt jetë e mundur. Por duhet kemi parasysh që kontestet e ndryshme, ose si më thon, apetitet, tendencat, pretendimet që mund të ketë ta zonë Serbia dhe që vazhdon të ketë ndaj vendit tonë. Për ta, ne vazhdojmë të qenë ende si tokë, ende si etni pjesë e saj. Nëse shikon kushtetutën e saj, që ashtu del atje. Realiteti është diçka krejt tjetër. Aja që ka duhet të them është që shumë ligje për shembull karakterit substancial, qoftë në çësjen e prona publike, qoftë shumë të tjera, vazhdojnë të jenë jo mirë të zbatueshme në vendin tonë. Dhe kjo natyrisht që hap një, si më thonë, krijon një pengesë, dhe krijon një hendek, dhe krijon një, si më thonë, një SB ato që ka mund të jetë, as që do të ishte ndryshe, që do të krijonte një situatë të ndryshe, po të ishte më e lehtë më çast të nxon në shfrytëzimin e prone publike, sepse investitorët, veçanërisht ato që janë investime strategjike, kërkojnë çësje të tilla. Ato nuk mund të bëjnë bizneset pezull, a kupton? Tash nëse doni me pas çësjen në pronë publike, ka pengesa shumëta, qoftë e para nisën nga ajo që një pjesë e përgjegjësive bën në domenin e sistemit qendror, një pjesë tjera në ato lokale kështu me radhë, dhe ku unë gjykoj që po nëse ne marr vetëm këtë segment, nëse arrijmë ta reformojmë dhe ta rregullojmë si duhet, do të kishte jashtëzakonisht impakt shumë të madh
në kuptim pozitiv e them këto, dhe pyetja që ju e shtroni pse shkojnë në Maqedoni dhe jo në Shqipëri, jam shumë i sigurt se nuk do të shtrojë fare, sepse nuk do të ishte më ai problem. Mund të jenë gjëra të tjera, ama kjo nuk do të ishte. Dhe kur e them këto, kam parasysh që për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, po, sepse këto dy vende, qoftë edhe Shqipëria, qoftë edhe Maqedonia, në këto aspekte qëndrojnë më mirë se sa ne dhe neve duhet të themi ato gjëra troç. Qoftë nuk ka birokracinë as fare kemi ne, dhe pastaj ato na penalizojnë. Dhe këtë drejtim, pavarësisht asaj çfarë a mund të jemi bashkëpunues apo mund të jemi, si më thon, mund të kemi qëndrime ndryshme ndaj institucioneve publike të vendit tonë, këtu nevoja është po ne kërkesa është që të punohet më tepër, që të krijojmë një klimë sa më të mirë. Ne mund të themi që kemi të mirë klimën e bëmit biznes, në rregull është ajo, por vetëm për ta thënë si të tillë nuk mjafton që të kemi edhe rezultate konkrete. Në këtë drejtim, ajo klimë e të bëmit biznes që neve promovojmë që është friendly, është miqësore shumë e radhë, aja duhet materializohet edhe me hapa shumë konkret. Duhet të ketë një qasje, një zbatim më adekuat dhe më konciz të këtyre ligjeve, politikave në nivelit qoftë kombëtar, po në nivel lokal, dhe që investitorët potencial jo që të ikun, jo që ta zgjedhin Shqipërinë dhe Maqedoninë. Nuk kemi asgjë kundër këtyre dy vendeve. Jemi fëmijë dhe neve natyrisht duhet të bashkëpunojmë edhe në ekonomi, edhe me këto vende, por që as mos shtrohet si pyetja ajo nëse kanë rënë por destinim në Kosovën, neve nuk duhet i lëmë fare që ata të bëjnë një eksplorim, Ka një opsion tjetër, po. ose ta kenë një alternativë të dytë. Jo, na duhet të jemi alternativa e parë. Kosova ka shumë nevojë për investime të huaja, investime që janë të qëndrueshme dhe që hyjnë në vijim me ato që kanë edhe interesat e zhvillimit ekonomik të vendit tonë, edhe që ndërlidhen me agjendën e integrimeve evropiane kështu me radhë. Natyrisht nuk kemi preferenca dhe nuk duhet kemi asnjë moment që të kemi investitorë nga Kina apo nga vende të tjera, sepse bin ndesh me shumë standarde që i ka vendosur Kosova, ose që edhe nga njerë janë kërkesa nga miqtë aleatët tonë që gjithmonë i përmendim në media, dhe se sillim me ta shoshe krejt tjetër, por që e them edhe njerë, nuk duhet krijojmë, nuk lëmë hapësirën më të vogël. A kemi lënë deri tash shumë herë dhe prandaj është bazë zgjedhja në këto dy vende që edhe nëse flasim në aspekt praktik, ta zëm nëse përjashtojmë këtë çështjen kryesore të imazhit Kosovës që mund të jetë pengesë për investitorët e huaj nëse Kosova ka vazhdimisht konflikt të tensionuar të përplasjeve politike me Serbinë, nëse përjashtojmë këtë segment të imazhit, nëse duam ta sjellim një investitor të huaj të vijë në Kosovë të bëjë një investim industrial, çka janë ndoshta 3 pengesat që ai përmend ose haset sapo të mri? Shoni e para do ta keni parasysh që është niveli i bürokracisë që has në vendin ton, gjykoj dhe vlerësoj nga kjo perspektivë është pak i egzageruar. Dhe janë shumë gjëra që mund kryen shumë më shpejt. Për shembull, të zëm hapja një biznesi neve shpesh thëmë është çështje e një dite. Po ju nuk mund kryeni veprimtari ekonomike vetëm duke marrë një certifikat biznesi. Nëse flasim për investime pak më serioze. Tani, mirë, nuk është vetëm tek ne që është e tillë situata. Se kur thu investim strategjik, o pak më serioz, natyrisht që kërkohet edhe siguri edhe konfidencialitetet të tjera, po. Nga njerë stërgjatja, zgjatja, ose si më thon marrja kohë, po them më mirë marrja kohë. Nuk është që ndodh vetëm tek ne. Por unë du të thënë diçka tjetër. Në qoftë se hipotetikisht po themi, në Serbi, ose në Shqipni, ose në Maqedoninë e Veriut, ose në Malzi, ose cilin do vend që graviton në këtë hapësirën tonë Ballkanit Perëndimor dhe në Evropën Juglindore. Fatet ligjore mund të jenë ta zon 3 muaj ditë, neve kemi për detyrë bëjmë që atje për 1 muaj ditë ose 2 muaj ditë. Gjithmonë të jetë më e shkurtër se në këto vende. Dhe si jemi po tash unë thash pak më herët. Sa jemi më keq, them kushtimisht me burokracitë se Shqipëria ose se Serbia. Jo, po përgjigjja është shumë konkret në një pyetje që mendoj që është fundamentale, në një çështje shumë fundamentale për t'i dhënë përgjigje pyetjes tuaj. Neve ende nuk e kemi mirë të rregulluar çështjen e çastjes në pronë publike. Nëse kjo është ajo që po them, do të është mjaftueshme për të pasur përgjigjen në ato që ajo është në si pyetje. Ende nuk e kemi mirë të definuar këtë çështje. Dhe kur e thash më herët, ju nuk mund ta mbani biznesin pezull, a? Nuk mund ta mbani. Ose do ta kesh pronën private,
ta blesh, që është një kërkesë mirë tash nëse ju keni kapital dhe doni me ball ato, muni me bë. Shpesh njerëzit e diasporës unë e bojnë, sepse ose kanë tokën e vet, ose ende janë shtetas të këtij vendi, ose vinë dhe Po. investojnë në atë aspekt. Por jo se cili investitori huaj ka atë objektiv. Nuk e ka atë qëllimin, ai nuk do me bëj investime të tilla, ai do me bëj investim drejt për drejt në ngritjen e biznesit vet, pa pas nevojë me ble tokë. Dhe në këtë rast do të vjen shprehje ajo çka neve themi që janë pronën publike. E cila nuk është mirë E rregulluar, definuar. nuk është mirë definuar dhe ende nuk është rregulluar sa duhet. Dhe kjo është pengesa kryesore. Ju mund të cilën edhe shumë çështje tjera këtu në tavolinë, edhe shumë ligje tjera. Do të përfundoni te ky që them. Kjo që është e para. Absolut është fundamentale. Është fundamentale. E di që ka përpjekje për të rregulluar këtë çështje. A jemi pak vonë? Po, jemi pak vonë. Do shumë më shpejt, do shumë herët më kry kjo punë, por sido që të jetë, më mirë është dikur se sa hiç, sepse kjo është edhe po them pjesa më e rëndësishme nëse i referohemi vetëm në këtë pikë. Vetëm në këtë pikë nëse ndalemi, po themi, po e marr si pyetje ose Po. kuptohet të tillë, po flasim për investime pak më serioze, më strategjike. Mjafton kjo çështje të jetë pengesë, pastaj konsekvencat janë të ditura. Përveç kësaj që duhet të definohet dhe të rregullohet sa më shpejt, çka mendoni se janë ndryshimet urgjente që duhet t'i bëj Kosova në këtë drejtim? Shëqoni, nevoja për t'i zbatueshmëria e ligjit duhet të jetë më eficient. Na kemi nevojë për një zbatim më eficient të ligjit në të në vendin tonë. Nuk mjafton thosh që kemi këtë ligje, kemi këto apo ato. Jo, ato ka nevojë të zbatohen. E thash një herë, fund ditës nuk mund të intereson vetëm derisa ta mësosh ligjin, apo? Ato kryet. Ajo çka të intereson ty më tepër është se si e zbaton atë ligj në praktik. Konkretisht, sa hastin pengesa në krijimin e biznesit ton, me sjell në jetë biznesin ton dhe me mujt me punu me atë biznes, me operu në tregun ton. Kjo është ajo. Dhe në këtë drejtim mendoj që ka nevojë të punohet më tepër. Unë nuk po flas për lehtësira fiskale apo jo fiskale. Ato mund të jenë detyrimisht neve duhet punojmë në atë drejtim, krijojmë rrethana që bizneseve ju lehtësohet ose investitorët e huaj krijojnë mekanizma të ndryshëm për t'ia lehtësuar çështjen në tregun ton. Por po flasin në rrethana krejt normale çfarë jem, përveç asaj të parë që thash, janë shumë gjëra të tjera që kërkojnë nevojën parashtrojnë nevojën e zbatimit të ligjit në mënyrë sa më eficiente në vendin tonë. Nëse kjo do të ndodhte, unë mendoj që natyrisht shumë gjanat e tjera do të përmbusheshin me vetë zbatimin e këtyre politika në mënyrë adekuate. Pra ne e them nevoja për të pasur një zbatim sa më korrekt dhe sa më të efikas të legjislacionit dhe të politikave qoftë në nivel qendror dhe lokal është shumë e domosdoshme. Këtu edhe nevojën e cila fatkeqësisht harrova ta përmendni është nganjëherë një pengesë për më thonë del absurde sepse ju mund të jeni institucione qendrore dhe lokale, po fundja fundit jeni institucione publike, dhe mungesa e koordinimit të mirë mes asaj çka është pushtet qendror dhe atij lokal shpeshherë din krijon edhe domethënë të shfaqet disa pengesa që për mendimin tim, po them edhe një herë, janë të pakuptimta. Që në fund të ditës ndoshta investitorët e huaj s'mund të bëjnë shumë dallimin nëse është lokale ose qendrore, Se por duhet ta ta është di institucion atë. shtetëror. Pse duhet lohet ai me atë pjesë? Pse duhesh më lo ju si investitor potencial me ato, sa është kompetencë e komunës Prishtinës apo e Ministrisë së Tregtisë apo në Ministrisë. Pse duhesh më lo me ato? Ti e ke ligjin përpara dhe zbaton ato. E rëndësishme është që si në nivel qendror, edhe në nivel lokal, ti duhet ta marrësh shërbimin në mënyrë sa më të shpejtë mundshme, gjithmonë konform dhe në kuadër të asaj që janë infrastrukturë ligjore dhe afate ligjore. Po jo tash ti më lodh veten me ato, e prit tash këtë komunë, drejtoria është tek kësaj partia, po këtu është ai person, e këtu tash kjo nuk do ta lodhësh trurin me ato fare. Këtu janë ato që neve kemi nevojë. Unë mendoj që na kemi vend për me bë politikë në shumë aspekte. Dhe është normale në demokraci, mendimet të ndryshme, prandaj krijojmë partitë politike, garojmë programe të ndryshme, kemi partitë të djathta, kemi të majta, qendrës djathta, tash ju shikoni edhe dalin ato të ekstreme, majta djathta ato, ne ato si kemi për momentin, të fundit, por
në diçka që nuk duhet lejojmë dhe nuk duhet bëjmë garë, mendoj që është kjo pjesë, sepse edhe njëri si do tjetër si do t'i duhet kjo. Edhe në qoftë se je i djathtë, edhe i majtë, do të kesh nevojë gjithmonë për investime të huaja, sepse më së miri tregon nivelin e pranueshmërisë të qeverisë tone, jo vetëm brenda, por edhe përtej kufive që ka vani jonë. E as më tepër duke marrë parasysh faktin që Kosova është e njohur nga 120 vende, po ndoshta pak më tepër, por janë edhe një gati një 70 tjera që duhet na njoft. Dhe 5 pase kryesore ato të bëjë, por janë edhe tjera që mirë, që duhet na njoft. E për na njoft ato dojnë një imazh sa më të mirë të mundshëm të vendit tonë. Unë ju falenderoj shumë për kohën dhe bisedën në këtë episod. Faleminderit ju për ftesën. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte edhe ky episodi i kësaj jave i podcastit 5 pyetje. Shihemi dhe dëgjohemi me një tjetër temë të shtunën e radhës.